Ol si ka mundësi që zemra nuk ndalet duke e dashur atë shumë një njeri. Du t'jesh real apo reale në këtë lloj dashurie. Mas pari është halal, është haram. Pastaj është e mundshme me arrit ato apo jo. A është pastaj dashuri nga respekti apo dashuri nga epshi. Kreta këto e përcaktojnë se çfarë përgjigje me të vonë. Unë këshilloj që mas pari, si dhe që t'jetë kjo dashni, mos me e lidh zemrën mas kënd, se nëse jepësh shumë, pastaj zemra të lidhet edhe të robrohet pa dëshirën tane, edhe bën gabim. Pastaj don t'je me largu atë dashni, po s'munësh. Kështu që ulemat kanë këshillu që me pas kujdes, sepse mund të lind pa dëshirë dashuria në zemër edhe pastaj s'u ne largon. Çka këshillojmë ne? Nëse është diçka mundur, merri sebepet për me u bashku me ta. Nëse është diçka mundur dhe edhe halal, më fal. Nëse është diçka haram, edhe pse është e mundur, largo prej kësaj dashurie apo dashnie. Shëreje zemrën ka dalës. Shëreje, zor është, po zor, po çka kemi bën tash? Ke kujdes. Lutë Allahun të xhel me ta zamensu me diçka të halalit, me diçka të xhairit, sepse veç me halal kemi ndje rahatllëk edhe qetësi. Çdo haram fundën e ka të idht edhe ki mu bë pishman.